e vjetër në Mostar nuk është thjesht një ndërtim prej guri që lidh dy brigje të lumit Nerva. Ajo është një simbol i historisë, qëndresës dhe bashkimit të një qyteti që ka parë shumë përjetime nga lufta. Në mëngjes kur rrezet e para të diellit përplasin mbi hekurat elegante të urës, qyteti zgjohet ngadalë. Kaldrëmet e vjetra të çojnë drejt saj, ndërsa dyqanet e vogla hapin dyert me suveniret tradicionale dhe aroma kafeje bosnjake. Turistët nga e gjithë bota ndalen për të kapur momentet perfekte, ndërsa vendasit e kalojnë urën me një qetësi që tregon se ajo është pjesë e përditshme e jetës së tyre. Ndërtuar gjatë shekullit të 16 gjatë kohës së perandorisë osmane, ura e vjetër në Mostar të Bosnjës ishte një mrekulli arkitekturore, por historia e saj nuk ka qenë gjithmonë e qetë. Në vitin 1993, gjatë luftës në Bosnjë, ura u shkatërrua, një moment që tronditi botën dhe la një plak të thellë në zemrën e qytetit. Sot ajo qëndron krenare, e rindërtuar me përkushtim dhe e rikthye në identitetin e saj origjinal në vitin 2004, që nga ajo kohë është bërë pjesë e UNESCO-s, si trashëgimi botërore dhe simbolizon pajtimin dhe rilindjen. Një nga momentet më mbreslënse është traditja e hedhjes nga ura. Të rinjët e guximshëm hidhet nga lartësia mbi 20 metra nga ujrat e ftohtë të Neretvës. Një spektakël që mbledh turma turistësh dhe brohoritje. Kjo traditë nuk është vetëm sport, është një ritual i trashëgimuar brez pas breze. Në mbrëmje Mostari merr një pamje tjetër. Dritat pasqyrohen mbi lum, ndërsa ura duket sikur noton në atmosferën romantike. Tingujt e muzikës dhe zërat e njerëzve përzihen me rrjedhën e ujit, duke krijuar një ndjenjë të veçantë që mbetet gjithmonë në kujtesë. Ura e vjetër në Mostar nuk është vetëm një destinacion turistik. Është një histori e gjallë, një dëshmi edhe pse pas shkatërimit, bukuria dhe shpresa mund të rindërtohen më të forta se kur.